Juve, knaqësi. Orta, janë zgjedhjet, po ne kemi vendosur me raportunin në mënyrë tjetër, edhe ne në fakt të televizionit 10 po festojmë zgjedhjet në prag të vitit të ri. Po do me të pyet pak në anën tonë personale, çysh ka qenë viti 2025 për Orta Bajramin? Po, viti 2025 ka pas shumë angazhime, do më thonë më kanë angazhu me shumë sfera, jo vetëm ka muzika, muj me thonë që 2025 ma shumë jam koncentru te kauza ime për me që për para ligjin për autizmin, që ende nuk është votu në kuvend, më thonë jemi të lobu në stop me shoqatën, edhe me prind, më përgjithsi, më thonë që kjo ka qenë angazhimi im kryesor gjatë këtij viti. Në aspektin profesional, si artiste në muzik? Po, si artiste, jem të punu me Don Arbas në Arbas Sound, i kam do projekte treja, që këtë janë treja, do me thonë, më thonë ja 5-6 këngë treja, jemi të punu, sot biletash kom shku me Incizunjanën, edhe pritëm videoklipe treja, gjithashtu do të jetë edhe një videoklip me grupin italian Stil Novo, një këngë e re, që kom lansu ma herë, do me thonë, tash është edhe kënga tjetër, që titullohet Il Battito, do ta bëjmë videoklip, do të vinë ata në Prishtinë dhe do ta realizojmë. Që nga një projekt madhështor kë në bashkëpunim me internacional, do më thonë me një këngëtare shqiptare, me një grup italian, besoj që kam më riprit edhe në Itali edhe këto, pse jo, t'i lidhim kulturat bashkë është më rëndësi për vendin tonë. Okej, çfarë do të kujtoj Orta gjatë vitit 2025, çfarë nuk do të harrojen, ndonjë ngjarje, diçka që të ka ndodhur ty gjatë këtij viti? Nuk ka diçka specifike muj me thonë, po për mu shumë arritje e madhe që e ceka është më rëndësi kauza ime, numër 1 se në këtë rast jam non mas pari e 2 fëmijëve, e 3 fëmijëve në fakt, po e 2 fëmijëve me autek, edhe kështu që unë jam të lobu për qatë pjesë, do më thonë që kjo ka qenë që muj me cilësu që kjo vit ka qenë kryesisht aty, po edhe gjithmonë me atë entuziazmin, energjinë e muzikës që nuk më hekët kur prej meje, edhe kom gjetë ku me qenë pranë fansave, në çdo aspekt kom qenë pranishme, me koncerte, me video, me intervista, me live, me